Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Vuani nga dhimbja e kockave, përzjeni këto dy përbërës dhe do i thoni lam të mirë për gjithmonë. Dhimbja e kockave po kthehet në një problem shëndetësor shumë i përhapur edhe në vendin ton. Kjo ndodh edhe sepse njerëzit nuk kanë shumë kohë për aktivitet fizik ndërkohë që jetëgjatësia është rritur. Kjo nënkupton se njerëzit po jetojnë më gjatë dhe rrjedhimisht i përdorin muskujt dhe kockat për më shumë kohë. Në përgjithësi, njerëzit kërkojnë ndihmën e medikamenteve qetësuese. Shpesh këto ilaçe kur pihen me tepri janë të dëmshme për stomakun. Natyra nga ana tjetër na ka dhënë shumë burime të rëndësishme kundër dhimbjeve të cilat nuk dëmtojnë organet e tjera. Në këtë video ju do të mësoni për një trajtim të fuqishëm kundër dhimbjeve të kyçeve që bazohet në përdorimin e kripës dhe të vajit. Vlerat e vajit të ullirit. Vaji i ullirit është i pasur gjithashtu me polifenol, të cilët shërbejnë si antioksidant. Në momentin që ky lëng i artë bie në kontakt me organizmin, ai ngadalson plakjen e qelizave. Kjo do të thotë që dhimbjes tuaj i duhet më shumë kohë për t'u shfaqur. Vaji i ullirit përmban edhe substanca të cilat parandalojnë aktivizimin e inflamacionit. Vaji i ullirit rregullon qarkullimin e gjakut që rrjedhimisht i mban organet tuaja më të shëndetshme. Vlerat e kripës së detit. Trajtimi me vaj dhe krip kërkon krip deti sepse ofron përfitime shumë të mira për organizmin. Kripa e detit përmban magnez i cili forcon indet. Mineralet e tjera të pranishme te kripa janë shumë të mira për sistemin tuaj imunitar dhe për shërimin e kockave dhe muskujve. Sikur të mos mjaftonte kjo, kripa e detit përmirëson qarkullimin e gjakut dhe eliminon sasitë e tepërta të sodiumit duke ulur tensionin e tij. Kura me vaj dhe krip për dhimbjet e kockave. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 1 gotë me ujë, 20 lugë gjelle vaj ulliri, 10 lugë gjelle me krip deti. Përdorimi i kurës kundër dhimbjeve të kockave. Shtoni vajin e ullirit dhe kripën në ujë dhe përzjeni së bashku. Masën e përfituar përdoreni për të masazhuar zonën e prekur nga dhimbja për rreth 3 minuta. Masazhi fillestar duhet të zgjasë 3 minuta dhe ju duhet të arrini të masazhoni zonën e prekur për rreth 10 ose 20 minuta. Kjo kur duhet aplikuar në lëkurë për 10 ditë me radhë. Rezultatet njëkohësisht do të jenë të shpejta dhe afatgjatë. Do të shikoni që do të mund të lëvizni më lehtë dhe dhimbja juaj do të zbutet ndjeshëm. Nëpërmjet këtij masazhi qelizat tuaja do të rigjallërohen dhe njëkohësisht qarkullimi i gjakut do të jetë edhe më i mirë dhe sistemi juaj imunitar do të jetë edhe më i fortë. Në disa raste mund të vëreni që lëkura juaj mund të skuqet. Kundër skuqjes ju mund të përdorni një peshqir me ujë të ngrohtë dhe më pas pak pudër. Ne ju këshillojmë që ta provoni këtë recetë pasi nuk keni asgjë për të humbur, përkundrazi mund të përfitoni shumë. Sipas ekspertëve, nyjet më të rëndësishme në tërë trupin ton janë gjunjët, meqense ato na ndihmojnë me lëvizje dhe gjithashtu gjunjët janë të rëndësishëm dhe vendimtar për drejtim dhe njëkohësisht për ulje, si edhe lëvizjet të tjera që ne i performojmë çdo ditë. Inflamacioni i këtyre nyjeve mund të sjellë vështirësi dhe të zvogëlojë lëvizshmërinë tonë. Në rast të inflamacionit ju duhet që të veproni sa më shpejt që të jetë mundur. Në këtë video ne do t'ju tregojmë një recetë natyrale e cila mundet që të trajtojë dhimbjen e gjunjëve dhe të qetësojë dhimbjen në vetëm pak minuta. Në këtë video ju do të mësoni për një ilaç tërësisht natyral dhe
të shëndetshëm i cili mund të trajtojë dhe të qetësojë dhimbje në gjuhë në pak minuta. Por rini të vetëdijshëm se dhimbja në gjuhë shkaktohet nga mbipesha, lëndimet, përpjekjet e tepruara fizike, si edhe nga artriti. Hidheni një sy kësaj recete dhe rezultatet që do të keni janë me të vërtet mbretëlënëse. Përbërësit që juve do t'ju duheni janë një e verdhë veze, 2 lugë krip, fash elastike. Rriheni të verdhën e vezës dhe e përzjeni atë me krip. Si ta përdorni? Aplikoni disa nga përzierjet në pambuk dhe vendoseni direkt në gjuhë, si edhe përdorni fash elastike për ta izoluar atë. Pambuku duhet të qëndrojë në zonë për 2 orë për veprim. Ju duhet që ta kryeni këtë praktik 4 herë në ditë. Sipas informacioneve dhe studimeve nga më të fundit, disa nga shkaqet e shfaqjes së dhimbjeve të gjurit janë artriti, osteoartriti, artriti reumatoid, artriti septik, bursiti, cistet e gjurit dhe njëkohësisht frakturat. Për të kuruar dhimbjet mund të mbështeteni tek mjekësia alternative e cila mund të rezultojë shumë efikase. Për shembull, përdorimi i vajit të kokosit dhe i piperit të kuq djegës mund t'ju ndihmojë më shumë nga sa ju mund ta imagjinoni. Piperi i kuq shkakton një ndjesi të ngrohtë rreth zonës së gjurit duke reduktuar në këtë mënyrë dhimbjet dhe ëndjen. Juve do t'ju duhen 2 lugë piperi i kuq dhe 1 lugë vaj ulliri. Përzieni përbërësit për të përgatitur një pastë homogjene dhe aplikojeni atë në zonën e prekur. Përsëriteni këtë gjë të paktën 2 herë në ditë për 1 javë. Vaji i kokosit ka gjithashtu veti shumë të fuqishme dhe njëkohësisht anti-inflamatore dhe në mënyrë efikase trajton në dhimbjet e gjurit. Mjafton që ta ngrohni për 3 minuta vajin e kokosit dhe pastaj ta vendosni atë në gjuhë duke e masazhuar lehtë me duar. E lini të veprojë disa orë dhe më pas shpëlajeni. Përsëriteni këtë 2 herë në ditë. Më parë ju duhet të konsultoheni me mjekun për çdo recetë që ju aplikoni. Si fillim, ne këtu do t'ju tregojmë mënyrat e duhura për të forcuar shëndetin e kockave. Ruani peshën trupore. Ndërsa më parë është e vërtetë se pesha e ulët nga uria mund të çojë në osteoporozë dhe humbja e peshës mund të shkaktojë humbje kockash, humbja e peshës duhet të ndikohet nga një regjim i duhur dietik dhe ushtrimet. Efektet e obezitetit mund të kenë komplikime shumë më të rëndësishme shëndetësore. Megjithatë, në mënyrë që ju të ruani shëndetin e kockave, duhet të keni një ushqyerje të shëndetshme. Ushtrime të rregullta fizike. Aktiviteti fizik është jetik për shëndetin e përgjithshëm tek një person. Ato kanë përfitime të shumëfishta, pasi ndihmojnë në ndërtimin e fitnessit dhe qëndrueshmërisë, ndërkohë që sigurojnë kocka të forta dhe muskuj të fuqishëm. Kontrollet shëndetësore parandaluese. Supozoni se jeni më i vjetër dhe jeni të shqetësuar për humbjen e densitetit të kockave, gjë e cila mund të shkaktojë çrregullime të lidhura me kockat si osteoporoza dhe artriti. Në këtë rast, rekomandohet që të caktoni një takim me një mjek të specializuar për më shumë informacion. Mjeku juaj mund t'ju këshillojë një test të densitetit kockor për t'ju treguar në qoftë se jeni në rrezik për këto kushte dhe se si ju të përmirësoni shëndetin e kockave dhe të kyçeve. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos t'i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!